Përshëndetje, një ish futbollist dhe ish trajner I Vllaznisë, kampion në këtë stadium si sportist, por dhe si trajner. Nostalgji, sa herë ktheni në Loro Boriç apo jo? A kuptohet, këtu më duket që kam lind. Këtu jam rrit, këtu ba me njerëz. Këtu ba me njerëz dhe kuptohet këtu atë gjithçka lidhun me futbollin, unë dhe familja ime, vllazit e mi. Te kja fush, te ky stadium, te këta sportdash, ka ishte një gjë shumë e mirë këtë organizim. U takova me gjithë futbollistat që kam luajt, me gjithë që ata që I kam kënë drejtues me ta. Një gjë inshallah nuk është e fundit, dhe na premtu në Albani dhe Roni që janë afër bashkisë që do të ketë edhe takime tjera. Thamë që mos ta lajmë në arrest. Në fakt publiku ju pritin fushën e lojës seri, por ju zgjodhët ishit trajner në bankinë. Ja, kam pas disa probleme shtetësore, I kisha lajmëruar përpara që unë nuk mundem me luajtë. Edhe nuk luaj. Por shumë aktiv edhe në bankinë. Aja kuptohet, si dikur. Aja kuptohet, aja nuk të ik, unë pavarësisht se e kam mëll si karrierë trajner dhekun dhe futbollin, por këtu kjo me tërhek, ky stadium tërhek shumë. Një pyetje që ja bëra edhe kolegëve tuaj me herët, momenti më kulmor, më I bukur, më I suksesshëm në karrierën tuaj sportive. Të thënë drejtën, kanë qenë momentet e para që janë më të mira të karrierës time, ashtu kur kam filluar futbollin, dhe sidomos kur kam filluar me ekipin e parë të Vllaznisë. Ka qenë 78-a kur Vllaznia lundte me Austrinë e Vienës. Unë kam qenë përfaqësues I 22-shës. Dhe ma kryevepra ishte ajo kur shpalla kampion si trajner në 98-ën me një ekip me djem të ri, me që kam nostalgji kur I kujtoj gjithë atë grup e futbollistash. Vllaznia është në prag të një titulli kampion pas kaq vitesh. Mendoni se do ta realizoj? Jam tepër optimist. Jam tepër optimist këtë radhë, e thash edhe në 2-3 intervista para kësaj. Mendoj që teshti ka frymë që është tek sportdashësi. Takova dhe presidentin, fryma presidentin, takova Sinanin dhe Sinani. Pra, me Sinani me transportoj frymin e skuadrës që është, edhe kam njek edhe unë skuadrën nga larg, dhe mendoj që është më mirë ta momente se Egnatia, se Dinamo dhe se Partizani. Mendoj që pasi 24 vitesh jam I bindur, ku di kam I bindur plot që ka fitore e tillë kampion do të vijë. Dhe kretë e fundit si kemi realizuar disa intervista kohët e fundit së bashku dhe jeni shprehur optimist për një nip tuaj. Faleminderit Gaci për Marlin, për djali vaj, ai po rritet, biles teshti me video ja tregova fushën, futbollistat të lut, ja kam injektuar shumë, nuk e di tash, e ndort. Quhet edhe një herë? Marli. Suksese, shpresoj ta kemi në këtë stadium si pjesë e Vllaznisë. Faleminderit. Respekte seri.